Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se janë plotësuar kushtet për shpalljen e gjendjes së epidemisë në Gostivar. Znam, partneri më i vogël Maqedonas në qeveri thekson se nuk janë zgjatim askujt. Miliona përdorues kanë pasur probleme për të hapur Facebook-un dhe Instagramin. Problemi është ndjerë edhe në Maqedoni të Veriut. Pas nisjes së dialogu strategjik SBA-Serbia, analisti i njohur Daniel Server thosë se Washingtoni anashkaloi sulmin në Banjsk. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Autoritetet shëndetësore dhe SOS kanë vazhduar përpjekjet për të mësuar shkaqet e sëmundjes masive të qytetarëve në Gostivar. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se tashmë janë plotësuar kushtet për shpalljen e epidemisë. Dragan Koqinski nga ky institut sqaroi se shpallja e epidemisë vetëm mundson koordinim më të mirë mes institucioneve, sepse masat preventive tashmë janë marrë nga institucionet relevante. Ai theksoi se gjetjet fillestare nuk u japin indicie për një shkak të mundshëm, sepse qytetarët kanë deklaruar se kanë ngrënë në restorante të ndryshme, kanë pirë ujë nga ujësiellës të ndryshëm dhe ujë të ambalazhuar. Nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë plotësuar kushtet për shpalljen e epidemisë në Gostivar, pasi është i kaluar numri i qytetarëve të sëmurë në nivel javor. Si sqaroi Dragan Koqinski nga instituti, shpallja e epidemisë vetëm mundson koordinim më të mirë mes institucioneve, sepse masat preventive tashmë janë marrë nga institucionet relevante. Rezultatet e mostrave që i kanë marrë në Gostivar tha se të hënën do ja dorëzojnë prokurorisë themelore publike për veprim të mëtejshëm. Ajo që mund të them është se po vërehet rritje e shkallës së personave të sëmurë përmes sistemit alert dhe te kalimit të numrit javor në territorin e Gostivarit. Ne jemi në koordinim me Qendrën për Shëndetin Publik dhe gjatë ditës do të sillet vendim për shpallje të epidemisë. Ajo që duhet të potencohet është se masat për kontroll dhe preventiv janë aktive gjatë gjithë kohës. Ajo që bëhet në mënyrë shtesë pas shpalljes së epidemisë është koordinimi dhe komunikimi më i mirë mes institucioneve relevante. Gjetjet fillestare, theksoi ai, nuk japin indicie për një shkak të mundshëm, sepse qytetarët kanë deklaruar se kanë ngrënë në restorante të ndryshme, kanë pirë ujë nga ujësiellës të ndryshëm dhe ujë të ambalazhuar. Prandaj tha se analizat vazhdojnë. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Gostivarit që të bashkëpunojnë me epidemiologët duke u përgjigjur anketës epidemiologjike në mënyrë që të zbulohet shkaku i sëmurjes së banorëve. Apeloj banorëve të Gostivarit që të bashkëpunojnë me personat përgjegjës që ju lajmërohen për anketë dhe t'i dëgjojnë rekomandimet e punonjësve shëndetësor për dhënje të mostrave për analizë mikrobiologjike. Meqense nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë bërë ndalesë për pirjen e ujit nga ujësiellësi, ai u bëri thirrje qytetarëve që të dëgjojnë rekomandimet, mos ta pinë ujin nga ujësiellësi as të vluar. Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit njoftoi se është në koordinim të vazhdueshëm me Institutin e Shëndetit Publik, ku me urdhër të prokurorit publik po kryhen analiza dhe ekzaminime të cilësisë së mostrave të ujit nga ujësiellësi i Gostivarit. Nga prokuroria bëjnë të ditur se rezultatet e analizave pritet të jenë gati nesër, pas së cilave do të përcaktohet rrjedha e mëtejshme e procedurës. Sipas njoftimeve, rezultati duhet i dorëzohet prokurorisë kompetente gjatë ditës së nesërme, pas së cilës do të merret vendim për hapat e mëtejshëm procedural. Për rezultatet dhe veprimet e ardhshme, opinioni do të informohet në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ndërkohë, me urdhër të prokurorit publik, lokacioni në Vrutog vazhdon të mbetet i siguruar, njoftoi nga Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut.
Për gjendjen kritike, por reagojnë edhe partitë politike. LSDM-ja kërkoi shpalljen e gjendjes së epidemisë, duke theksuar se qytetarët po përballen me problem serioz shëndetësor. Në anën tjetër, partia në pushtetin qendror LSDM kritikon vonesën e reagimit sipas tyre. LSDM, BDI dhe Taravari festonin dhe gëzonin fitoren e tyre, gjithçka ishte në rregull, dhe sot kur na duhet reagim dhe përgjegjësi, ata nuk janë askund, thekson Vëmërodë Pëmëni. Partia opozitare LSDM kërkoi që në Gostivar të shpallet epidemi. Ata thonë se atje epidemi ka pavarësisht nëse do të shpallet zyrtarisht ose jo. Qytetarët në Gostivar theksojnë nga kjo parti po përballen me problem serioz shëndetësor dhe presin nga institucionet reagim profesional dhe të përgjegjshëm. Qytetarët e Gostivarit aktualisht janë të neveritur nga lojrat e tyre politike. Qytetarët presin qeveri të përgjegjshme që do të merret me shëndetin e tyre dhe jo me sulme ndaj opozitës. Ky është një moment që të gjithë ne të jemi të bashkuar dhe së bashku të ndihmojmë qytetarët në këto rrethana të vështira. Le të përfshihemi të gjithë dhe të ndihmojmë qytetarët e Gostivarit. Bëjmë thirrje për reagim të fortë institucional, shpallje epidemisë, zgjidhje, ndihmë për qytetarët dhe pastaj përgjegjësi. Kurse partia në pushtet Vëmërodë Pëmëni kritikon komunën se përse vonon reagimin. LSD, BDI dhe Taravari festonin dhe gëzonin fitoret e tyre, gjithçka ishte në rregull dhe sot kur na duhet reagim dhe përgjegjësi, ata nuk janë askund. Pse reagimi është i vonuar, pse nuk patëm një reagim të shpejt nga shërbimet në nivel lokal dhe përgjegjësi, a mendojnë LSD, BDI dhe Taravari se ky skandal do të mbetet i pandëshkuar. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski të shtunën gjatë vizitës në spitalin e Gostivarit, theksoi se nuk shpallin gjendje të epidemisë derisa të dalin rezultatet e analizave mbi shkaqjet e rritjes së numrit të qytetarëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore. LSDM-ja ka kritikuar politikat qeveritare për çmimet. Partia opozitare thekson se qytetarët po e paguajnë shtrejt pa aftësinë e qeverisë së Mickoskit. Rritja e re e çmimeve të naftës do të sjellë edhe një valë të re rritjesh të çmimeve për ushqime dhe shërbimet e tjera. Ndërsa politikat e Mickoskit reduktohen vetëm në njoftime e improvizime, deklaroi antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s Renata Mladenovska. Ajo theksoi se LSDM ka kërkuar dhe ofruar masa specifike për të mbrojtur standardin e jetesës, por se Mickoski dhe qeveria e tij i hodhën poshtë të gjitha këto propozime. Gjithçka është më e shtrenjtë, çmimet janë tashmë në tavan. Qytetarët po paguajnë shumë për paaftësinë e qeverisë së Mickoskit. Kështu deklaron antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s Renata Mladenovska në një konferencë për mediat, nga ku paralajmëroi se rritja e re e çmimeve të naftës do të sjellë edhe një valë të re rritjesh të çmimeve për ushqimet dhe shërbimet e tjera. Sipas saj, politikat e Mickoskit reduktohen vetëm në njoftime, improvizime dhe reagime të vonuara. Në vend që të merrte një paketë masash sistemike, Mickoski doli me një njoftim të ri, jo për një paketë të plot masash, por vetëm një farë ulje të akcizave. Dhe përsëri me vonesë, pasi çmimet e karburantit janë rritur tashmë dhe përsëri nuk ka masa specifike të synuara për qytetarët. Sa po çmimet rriten, ato nuk kthehen më pas. Politikat e Mickoskit reduktohen vetëm në njoftime, improvizime dhe reagime të vonuara. Ky është modeli sipas të cilit kjo qeveri ka vepruar për 2 vjet. Ajo theksoi se për muaj të tërë, LSDM ka kërkuar dhe ofruar masa specifike për të mbrojtur standardin e jetesës, por se Mickoski dhe qeveria e tij i hodhën poshtë të gjitha këto propozime. Sipas saj, ata së pari injorojnë problemet, pastaj lejojnë që kriza të shkatërrojë standardet e jetesës së qytetarëve. Edhe kur dëmi është bërë, qeveria del me masa të vonuara dhe gjysmë të gatshme që nuk sillin asnjë lehtësim për qytetarët. Qytetarët kanë paguar çmimin për paaftësinë e kësaj qeverie për 2 vjet. Me xhepa dhe frigorifer bosh, ne propozuam uljen e TVSH-s për ushqimet, heqjen e TVSH-s për produktet bazë ushqimore, uljen e akcizave, ngritjen e marsheve, rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe masa sistemike për të mbrojtur fuqinë blerëse. Mickoski dhe qeveria e tij hodhën poshtë të gjitha këto propozime.
Ajo deklaroi se fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm dhe populli mbijeton me një pagë që vlen gjithnjë e më pak çdo muaj. Shporta e konsumatorit thyen rekorde të reja çdo muaj, nga ku ajo theksoi se nevojiten pothuajse 70.000 denar në muaj për të mbuluar shpenzimet themelore të jetesës dhe se kjo qeveri po e çon vendin drejt rënimit ekonomik dhe social dhe qytetarët drejt varfërisë gjithnjë e më të thellë. Nuk kemi hyrë në politikë për të qenë zgjatimi askujt. Këtë deklaratë ka bërë sot nga Tetova lideri i Znamit Maksim Dimitrievski, i cili tha se Znam mbetet në qeveri me synimin për të qenë faktor korrigjues kur proceset sipas tij nuk zhvillohen në drejtimin e duhur. Lëvizja Znam zhvilloi në Tetov panel diskutimin në kuadër të karvanit Europiane Znam, e ardhmja europiane, Maqedoni Europiane. Kryetari i partisë Maksim Dimitrievski tha se Znam mbetet në qeveri me synimin për të qenë faktor reformues, por edhe korrigjues kur proceset, sipas tij, nuk zhvillohen në drejtimin e duhur. Nuk kemi hyrë në politikë për të qenë zgjatimi askujt, por për të ndërtuar një subjekt politik që du të angazhohet për një shtet me rend, sistem dhe përgjegjësi. Një Maqedoni Evropiane është një vend ku qytetarët kanë besim te institucionet, të rinjët e shohin të ardhmen në vendin e tyre, ndërsa vendimet merren mbi bazën e parimeve dhe jo të interesave. Znam është projekt i një individi, por një lëvizje njerëzve që besojnë se Maqedonia mund dhe duhet të bëhet një shtet më i mirë. Ai theksoi se pjesëmarrja e Znamit në qeveri bazohet në përgjegjësinë për zbatimin e reformave, duke shtuar se partia do të reagojë sa herë që, sipas vlerësimit të saj, cënohen interesat shtetërore dhe parimet mbi të cilat është themeluar. 3 persona janë arrestuar në Shkup në 2 aksione të ndara policore ku gjatë bastisjeve kanë gjetur dhe sekuestruar drogë, armë dhe municion. Sipas njoftimit të MPB-s së Bitpazarit, policia arrestoi personat me inicialet SB 21 vjeç dhe EA 33 vjeç, të 2 nga Shkupi. Gjatë bastisjeve të kryera në shtëpitë e tyre me urdhër gjykate janë gjetur dhe sekuestruar 58 qese me lëndë të bardha pluhurore, që dyshohet të jetë drogë si dhe një peshore digjitale. Përdorësit e Facebookut dhe Instagramit në disa vende janë përballur sot me probleme për të hapur llogaritë e tyre. Problemet teknike filluan papritur rreth orës 10, duke shkaktuar një val ankesash në rrjetet sociale alternative. Raportohet për probleme që vijnë nga gjithë bota, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Singaporin e rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. 2 rrjetet sociale më të mëdha të gigantit të teknologjisë, Meta Platforms, Facebook dhe Instagram, po përballen me një ndërprerje të madhe globale këtë mëngjes, duke lënë miliona përdorues në të gjithë botën, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, pa qasje në llogaritë e tyre të përdoruesve. Problemet teknike filluan papritur rreth orës 10, duke shkaktuar një val ankesash në rrjetet sociale alternative. Defekti goditi më rënd versionin për desktop, kur paraqiten të hyjnë ose të rifreskojnë faqen, përdoruesit përballen me një ekran të bardhë dhe të njoftimit zyrtar të sistemit, llogaria është përkohësisht e padisponueshme. Llogaria juaj aktualisht është e padisponueshme për shkak të një problemi me faqen. Presim që problemi të zgjidhet së shpejti. Provoni përsëri pas pak minutash. Platforma e specializuar për monitorimin e gjendjes së shërbimeve të internetit, Down Detector, regjistroi një rritje të ndjeshme dhe masive të raporteve brenda vetëm pak minutash. Sipas statistikave të Reuters, raportet vijnë nga e gjithë bota, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Singaporin dhe rajonin e Ballkanit. Shumica e problemeve, mbi 60%, lidhen drejt për drejt me funksionalitetin e faqes së internetit, rreth 26% me procesin e hyrjes në sistem, ndërsa në Instagram përmbajtja e re nuk ngarkohet fare ose ruhet jashtëzakonisht ngadalë. E vetmja platformë e madhe në pronësi të Meta që aktualisht funksionon pa probleme në nivel global është aplikacioni
aplikacioni i mesazheve WhatsApp. Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga korporata e Mark Zuckerberg në lidhje me atë që shkaktoi këtë krizë në qendrat e tyre të dhënave. Në rrjetin social X, ku hashtagu Facebook Down u bë menjëherë trendi i parë, përdoruesit kanë frikë nga një sulm i mundshëm global i hakerave. Megjithse, ekspertët e IT-s sigurojnë se ka shumë të ngjarë të jetë çështja e kodit të brendshëm të zbatuar dobët ose një defekti në serverat DNS të kompanisë. Ata po i këshillojnë përdoruesit të mos e fshin aplikacionin mobil dhe të mos e shtypin butonin e hyrjes disa herë për të shmangur bllokimin në rast dyshimi për spam. Inxhinierët e Metas tashmë po punojnë për defektin dhe pritet një normalizim gradual i rrjeteve gjatë gjithë ditës. Analisti Daniel Server ka vlerësuar se dialogu strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë është një hap i madh, por ai nuk mund të parashikojë se çfarë do të dalë nga ky proces, pasi shumë çka do të varet nga rrethanat. Sipas tij, ky dialog është gjithashtu një arritje e madhe parazgjedhore për presidentin serb Aleksandar Vučić. Është mjaft befasuese që të organizohet diçka e tillë vetëm disa muaj para zgjedhjeve. Kjo tregon qartë gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për t'i ofruar mbështetje Vučićit, i cili më herët është ankuar ashpër se amerikanët po përpiqen të mbështesin një revolucion kundër tij, ka deklaruar Server. Ai ka thënë se SBA-ja do të përpiqet ta orientojë Serbinë drejt një perspektive më pro-perëndimore. Irani pretendon se SBA-ja ka goditur një central bërthamor që ishte ende në ndërtim, ndërsa Kuvajti njoftoi se një termocentral dhe impjant për desalinizimin e ujit janë sulmuar për herë të dytë brenda 2 ditëve. Ndërkohë, ambasada e SBA-s në Jordani u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë të shmangin aeroportin dhe portet detare. Lajmërimi vjen pasi një ditë pas sulmit iranian ndaj një objekti ushtarak në Jordani, ku vranë 2 ushtar amerikan, një tjetër rezulton i zhdukur, ndërsa disa të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti amerikan Donald Trump i cilësoi humbjes si një ngjarje shumë të trishtë, duke ritheksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do lejojnë kur Iranin të zotrojë armë bërthamore. Nga ana tjetër, një komandant i lartë iranian paralajmëroi se çdo agresion nga Shtetet e Bashkuara do të përballet me një përgjigje vendimtare dhe shkatërruese nga forcat e armatosura iraniane. Rusia ka kryer një prej sulmeve më të mëdha me raketa balistike ndaj Kievit që nga fillimi pushtimit të saj të plotë gjatë natës mes së shtunës dhe të dielës, duke e vrarë një person dhe plagosur 16 të tjerë. Ndërkohë, Ukraina njoftoi se kishte goditur 2 cisterna ruse të naftës në detin e Zi. Gjatë natës, Rusia kreu një nga sulmet më të mëdha me raketa balistike ndaj Kievit, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai tha se të dielën Rusia i lëshoi më shumë se 40 raketa të llojeve të ndryshme, shumica e të cilave kishin në shënjestër kryeqytetin së bashku me një 120 dron sulmues. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.